Pse shumë njerëz ndihen të humbur sot? Shumë njerëz sot duken mirë nga jashtë. Punojnë, dalin, qeshin, flasin normalisht, postojnë foto, vazhdojnë jetën si gjithmonë. Por thellë brenda vetes ndihen të humbur. Dhe ndoshta kjo është një nga ndjenjat më të heshtura të kohës moderne. Sepse të ndihesh i humbur nuk do të thotë gjithmonë të mos dish ku je. Ndonjëherë do të thotë të mos dish më kush je. Ka njerëz që ecin çdo ditë me një ndjenjë të çuditshme boshllëku emocional. Një ndjenjë që diçka mungon edhe kur jeta nga jashtë duket në rregull. Dhe problemi është se shumica nuk dinë si ta shpjegojnë këtë ndjenjë. Sepse nuk është gjithmonë trishtim. Nuk është gjithmonë depresion. Ndonjëherë është thjesht ndjesia se je larguar nga vetja. Psikologjia moderne e lidh këtë me overstimulacion dhe emocional diskoneksion. Mbi ngarkesë mendore dhe shkëputje emocionale. Truri modern konsumon më shumë informacion në një ditë se sa njeriu dikur konsumonte për javë të tëra. Telefona, video, rrjete sociale, krahasim, zhurmë, mendime, presion, dhe gradualisht mendja lodhet. Jo vetëm fizikisht, por ekzistencialisht. Njeriu fillon të humbas qartësinë e brendshme, sepse nuk ka më qetësi të mjaftueshme për të dëgjuar veten. Ka njerëz që nuk kanë kaluar asnjë moment real vetëm me mendimet e tyre prej vitesh. Gjithmonë ka diçka që shpërqendron mendjen. Dhe ndonjëherë shpërqendrimi i vazhdueshëm e largon njeriu nga identiteti i tij i vërtetë. Carl Jung besonte se njeriu modern gradualisht humbet kontaktin me vetveten kur jeton vetëm sipas ritmit dhe pritshmërive të botës përreth. Dhe ndoshta kjo po ndodh me shumë njerëz sot. Po jetojnë, por jo gjithmonë në lidhje me veten. Ka diçka të çuditshme tek jeta moderne. Njerëzit kanë më shumë mundësi se kurrë. Më shumë zgjedhje, më shumë argëtim, më shumë informacion. Por njëkohësisht shumë njerëz ndihen më të hutuar se kurrë. Sepse kur gjithçka është e mundur, mendja humbet drejtimin. Psikologët e quajnë këtë decision fatigue. Lodhje nga zgjedhjet. Kur truri përballet vazhdimisht me shumë mundësi, shumë krahasime dhe shumë stimulim, fillon të ndihet i mbingarkuar. Dhe gradualisht njeriu humbet qetësinë e brendshme. Ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz sot ndihen të humbur edhe kur jeta e tyre duket në rregull. Sepse problemi nuk është gjithmonë mungesa e gjërave. Ndonjëherë është mungesa e kuptimit. Viktor Frankl, psikolog dhe filozof, shkruante se njeriu mund të përballojë pothuajse çdo vështirësi nëse ka kuptim në jetën e tij. Por problemi modern është se shumë njerëz po jetojnë me ritëm pa drejtim. Po funksionojnë, por nuk po ndihen të lidhur me atë që bëjnë. Po ndjekin pritshmëri, por jo gjithmonë veten. Dhe pas një kohe, lind ajo ndjenje e çuditshme, pse nuk ndihem mirë edhe pse gjithçka duket normale. Ka njerëz që ndihen të humbur sepse janë lodhur duke u përpjekur të jenë versioni që bota pret prej tyre. Të suksesshëm, të fortë, të qetë, të lumtur. Por thellë brenda vetes nuk e njohin më veten. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse shumë njerëz ndihen emocionalisht të shkëputur, sepse kanë kaluar aq shumë kohë duke u përshtatur sa kanë harruar kush janë pa maska. Nietzsche shkruante, dhe ai që ka një pse për të jetuar mund të përballojë pothuajse çdo si. Por shumë njerëz sot kanë humbur lidhjen me pse në e tyre. Prandaj ndihen të humbur edhe në mes të jetës së tyre. Ka edhe një arsye tjetër pse njerëzit ndihen kështu. Krahasimi konstant. Rrjetet sociale kanë krijuar një botë ku njerëzit krahasojnë jetën e tyre me versionet më perfekte të jetës së të tjerëve. Dhe gradualisht fillojnë të ndihen sikur nuk po ecin mjaftueshëm shpejt. Sikur nuk po arrin mjaftueshëm. Sikur nuk janë mjaftueshëm. Por problemi është se krahasimi i vazhdueshëm e lodh mendjen. Sepse gjithmonë do të ketë dikush që duket më i suksesshëm, më i lumtur, më i sigurt. Dhe nëse njeriu ndërton identitetin e tij vetëm mbi krahasimin, gradualisht humbet paqen me veten. Marcus Aurelius shkruante se qetësia vjen kur njeriu ndalon së kërkuari vlerën e tij tek opinionet dhe ritmi i botës përreth. Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat që mungon më shumë sot.
Qetësia e brendshme. Shumë njerëz janë vazhdimisht të lidhur me botën, por të shkëputur nga vetja. Din çfarë po ndodh kudo, por nuk din më çfarë po ndodh brenda tyre. Ka njerëz që nuk e kujtojnë herën e fundit kur janë ndalur vërtet për të pyetur veten, çfarë dua unë në të vërtetë? Jo çfarë pret familja, jo çfarë pret shoqëria, jo çfarë duket mirë online, por çfarë ndjen vërtet zemra e tyre. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen të humbur, sepse kanë humbur lidhjen me zërin e tyre të brendshëm. Shoqëria moderne është shumë e zhurmshme. Gjithçka lëviz shpejt. Trendet ndryshojnë. Njerëzit ndryshojnë. Bota ndryshon. Dhe në këtë zhurmë të vazhdueshme, shumë njerëz nuk arrin më të dëgjojnë veten. Prandaj ndihen të paqartë, të hutuar, të lodhur, të humbur. Por ndoshta pjesa më e rëndësishme është kjo: të ndihesh i humbur nuk do të thotë që je i thyer. Ndonjëherë do të thotë që një pjesë e jotja po kërkon diçka më reale, më të qetë, më kuptim plot, më njerëzore. Dhe ndoshta kjo ndjenjë është edhe një sinjal që njeriu nuk mund të vazhdojë pafundësisht duke jetuar vetëm në autopilot. Sepse thellë brenda vetes, çdo njeri ka nevojë për kuptim, për drejtim, për lidhje, për qetësi. Ka një moment në jetën e shumë njerëzve kur kuptojnë se nuk kanë nevojë për më shumë zhurmë. Kanë nevojë për më shumë qartësi, më pak krahasim, më pak shpërqendrim, më pak presion për të qenë gjithmonë dikushi, dhe më shumë lidhje me vetveten. Shumë njerëz kërkojnë veten në vende të gabuara, tek miratimi i të tjerëve, tek rrjetet sociale, tek marrëdhëniet, tek suksesi. Por ndonjëherë versioni më i qetë i vetes gjendet vetëm kur njeriu mëson të qëndrojë pak më gjatë me veten. Pa maska, pa zhurmë, pa nevojën për të impresionuar askën. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa nga momentet më të rëndësishme në jetën e njeriut ndodhin në heshtje. Kur më në fund ndalon, merr frymë dhe fillon të dëgjojë veten përsëri. Sepse ndonjëherë të ndihesh i humbur nuk është fundi. Ndonjëherë është fillimi i momentit kur njeriu fillon të kërkojë vërtet kush është. Dhe ndoshta kjo është diçka pozitive. Sepse njerëzit që ndihen të humbur shpesh janë njerëzit që thellë brenda vetes e dinë se janë krijuar për diçka më kuptimplot se sa thjesht të mbijetojnë çdo ditë. Ndoshta problemi modern nuk është se njerëzit nuk kanë asgjë. Ndoshta problemi është se kanë humbur lidhjen me gjërat që kanë vërtet rëndësi. Qetësinë, lidhjen reale, kuptimin, vetveten. Dhe ndoshta udhëtimi më i rëndësishëm në jetën e njeriut nuk është të gjejë gjithçka jashtë vetes, por të mos humbas plotësisht veten në mes të gjithë zhurmës së botës moderne. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.